Përshëndetje të gjithëve. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Një ndër recetat festive që unë vendos në tryez është edhe kjo sallatë ruse. Përgatitja e saj është e thjeshtë dhe duket e bukur në tavolinë. Fillojmë nga puna. Këtu po zjej 2 vezë, ndërsa këtu kam 2 karrota dhe një patate, është pak e madhe dhe e kam ndarë në 2 pjesë. Shtojmë një filxhan të çajit me bizele, një lugë të gjellës me krip, e mbuloj me ujë dhe e zjejmë derisa perimet jenë gati. Këtu kam një fileto pule, edhe fileton e presim në kubik dhe më pas në një tigan do t'i bëjmë një skuqe të plotë. Duke i shtuar vetëm pa krip, pa ulliri dhe piper të zi. Perimet tashmë të zjera i vendosim në ujë të ftohtë për të ruajtur më shumë ngjyrë. I lëm perimet të ftohen, ndërkohë ne grim kastraveca turshi. Si shikoni, këta janë kastraveca që unë i kam përgatitur nga vera dhe shikojni sa të mirë që duken. I presim kastravecat në kubik të vegjël. Largojmë perimet nga uji i ftohtë dhe i lëm të kullojnë. Në këtë mënyrë i presim kastravecat. Duke i prerë të gjitha perimet dhe duke i vendosur në një tas. Presim karrotat, po në të njëjtën mënyrë dhe mundohemi t'i japim të njëjtën madhësi. Edhe pataten. Shtojmë bizelet. Shtojmë një kup me qiqra. Sigurisht që qiqrat janë të zjera. Këtu kam 2 vezë. I presim vezët në kubik. Por për t'i bërë një dekor pak sa ndryshe, një të verdhë veze unë do t'a ruaj për t'i dhënë dekorin përfundimtar. Krim në kubik vetëm pjesën e bardhë të një veze. Marrim dhe një 2 të verdha. I bashkojmë me perimet e tjera në tas. Shtojmë edhe fileton e pulës. I shtojmë vaj ulliri, pak krip. Vazhdojmë të shtojmë majonezën. Shtojmë 5-6 lugë të gjellës me majonezë. E përzjej mirë derisa të shikojmë që perimet janë të zhytura në majonezë. I vendosim një tas. Si u thash më parë, do t'i bëj një dekor me të verdhën e vezës dhe simboli i bollëkut që është shega. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Me dashuri nga kuzhina ime për ju. Faleminderit që qëndruat me mua.